Paga minimale nga muaji mars do të rritet për rreth 1.800 denar dhe do të jetë 24.400 denar. Përkatësisht, aq tashte parapar me harmonizimin ligjor. Qeveria ka deklaruar se nuk do të subvencionojë kontributet që të arrihet niveli pagës minimale prej 500 eurove. Sindikata kërcënoi me grev. Betejë për pagën minimale ka marrë një dimension tjetër. Është ndërruar në fushë betejë për luftë politike se e kujt është sindikata, por edhe për shkatrimin e besueshmërisë së lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Partia në pushtet VMRO-DPMN ka sulmuar ashpër duke pohuar se të gjitha kërkesat e LSM-s janë politike dhe i ndjekin tezat e LSDM-s. Сојузот на синдикатите на Македонија веќе нема кредибилитет. СДС потврдија дека го координираат синдикатот. Слободан Трендафилов е лице кое и должи на СДС за незаконското поставување на позицијата претседател на ССМ. Слободан Трендафилов подолг период не ги одразува идеите и потребите на работниците, туку на СДС. ВМРО-ДПМН обелодени дека Трендафилов бил на сонстаноци со СДС и дека е во постојан дослуг со нив и со левица, а СДС излезе и призна. Me akuza doli edhe ish lideri i LSM-s Zhivko Mitreski, i cili ishte në krye të LSM-s gjatë kohës së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Kërkon që qeveria të ndalojë negociatat me LSM-n, madje pohon se i pari sindikatës Slobodan Trendafilov nuk është legjitim. Најновите сознанија кои ги добивме во однос на нелегитимноста на Слободан Трендафилов, повторно се потврдува тезата дека истиот фалсификувал документи во смисла на тоа што лажно се представувал како лице овластено за представување и застапување, потпишувал документи за свикување на конгрес на кој наводно бил избран, делегати кои не можеле да бидат делегати. Partia opozitare LSDM me kundrakuzën ndaj VMRO-DPMN-s, thonë se strategjia e VMRO-DPMN-s është sulmo, gënje, njollos, vetëm që të mos rriten pagat. Ata kanë paraqitur propozim në kuvend për pagë minimale 500 euro. VMRO-DPMN nuk ka para për pagë më të lartë minimale, por ka para për luks, papaja, mango, avione private, tender dhe privilegje. Dhe kur duhet të zgjedhin, të rrisin pagat apo të mbushin xhepat e tyre. Ata gjithmonë zgjedhin të pasturohen dhe për këtë arsye duhet të gënjejnë dhe të kërkojnë fajtor diku tjetër. Në vend që të shpjegojnë sinqerisht pse nuk duan të arrisin pagën minimale, ata shpikin një strategji të re, të njollosin sindikatën dhe ta shpallin si partjake të LSDM-s. E i pari i LSM-s, Slobodan Trendafilov, në Facebook ka shkruar: Politikan të nderuar, nuk jam i uaj i VMRO-DPMN-s, por nuk jam as i atyre, i LSDM-s, Levicës dhe BDI-s. Me respekt, Slobodan Trendafilov, kryetar i LSM-s dhe një nga 600.000 punëtorët. Dhe përderisa vazhdojnë përplasjet, për momentin problemi më i madh është edhe harmonizimi ligjor i pagës minimale që duhet të ndodhë deri më 25 mars. Ky proces ka ngelur pezull, pasi që qeveria i tërhoqi antarët nga Komisioni për përcaktimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave, me çka aktualisht në Këshillin Ekonomik dhe Social nuk ka sindikalist. Kjo do të thotë se ligjërisht nuk mund të merren vendime për shifrën e pagës minimale. Kryetari i LSM-s, Trendafilov, ka akuzuar për ndërhyrje në organizata sindikale.